A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderimi i takon Allahut, krijuesit të gjithësisë, i cili na ka dhënë udhëzimin e Islamit si dritë në jetën tonë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili me moralin e tij të lartë na mësoi si të jemi të dobishëm për veten dhe shoqërinë. Si të jemi të dobishëm për shoqërinë? Këtë temë do ta filloj me ajetin kuranor ku Allahu thot: Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Me të vërtet, ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata janë krijesat më të mira. Islami nuk është thjesht një besim personal, por një mënyrë jetese që na mëson të ndërtojmë një shoqëri të fortë dhe të drejtë. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: njeriu më i mirë është ai që u sjell më shumë dobi njerëzve. Ky hadith na mëson se vlera jon nuk përcaktohet vetëm nga lutjet apo adhurimet tona, por edhe nga ndikimi ynë në jetën e të tjerëve. Një mënyrë e rëndësishme për të qenë të dobishëm është edhe ndihma ndaj të tjerëve. Ndihma nuk duhet të jetë gjithmonë financiare. Ndonjëherë, një fjalë e mirë, një buzëqeshje apo një vepër e vogël mund të kenë ndikim të madh në jetën e dikujt. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: të largosh një pengesë nga rruga është sadaka, që do të thotë se edhe vlerat më të vogla kanë vlera para Allahut. Ndërsa i dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë: kur Allahu ja do të mirën dikujt, e bën atë të përparojë në rrugën e shërbimit dhe të kryerjes së nevojave të të tjerëve. Po ashtu, në një hadith të transmetuar nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që ndihmon nevojtarët dhe gratë e veja, ai do të fitojë sevape si ai person që bën xhihad në rrugën e Allahut. Raportuesi ka thënë se profeti ka thënë edhe se ai person është si besimtari që fal namaz pa ndalur mbrëmjeve dhe agjeron pa ndërprer gjatë ditëve. Gjithashtu, sjellja dhe morali ynë janë shumë të rëndësishme. Fjalët tona kanë ndikim. Prandaj, duhet të flasim me butësi dhe të shmangim fyerjet, përgojimet dhe padrejtësitë. Një shoqëri e mirëfillt ndërtohet mbi drejtësi dhe sinqeritet. Pejgamberi alayhi salam ishte shembulli më i mirë i moralit të lartë dhe tha: unë jam dërguar për të përsosur moralin. Nëse duam të jemi të dobishëm për shoqërinë, duhet të ndjekim shembullin e tij. Dituria, gjithashtu, është një nga mënyrat më të mira për të qenë të dobishëm për shoqërinë. Një person i ditur nuk i sjell dobi vetëm vetes, por edhe të tjerëve. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: kur njeriu vdes, i ndërpriten veprat, përveç 3 gjërave: sadakasë së vazhdueshme, dijes së dobishme dhe fëmijës së mirë që lutet për të. Kjo na tregon se një dije e dobishme ka ndikim edhe pas vdekjes sonë. Andaj, besimtari gjatë jetës së tij duhet të jetë gjithmonë në ndihmën e vëllaut të vet besimtar. Sepse besimtari më i mirë është ai që ja dëshiron vëllaut të vet atë që e dëshiron për vete. Përveç kësaj, Islami na mëson që të kemi kujdes për mjedisin dhe për të mira që Allahu na ka dhënë. Pastrimi dhe ruajtja e natyrës janë pjesë e fesë sonë. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: pastërtia është gjysma e besimit. Andaj, ne si besimtar duhet të kemi kujdes në pastërtinë tonë personale, duke filluar nga higjiena personale, e trupit tonë, e veshjes sonë, oborrave tona, shtëpisë sonë, ambientit ku jetojmë, po pse jo edhe rrugëve ku jetojmë dhe veprojmë. Po ashtu, pejgamberi alayhi salam ka thënë se mbjellja e një peme është sadaka, sepse nga ajo përfitojnë edhe njerëzit edhe kafshët. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është falja dhe durimi. Shoqëria jonë ka nevojë për njerëz që falin dhe janë të durueshëm, e jo për ata që krijojnë përçarje dhe urrejtje. Allahu thot në Kur'an: Inna Allahe me asabirin.
Allahu është me ata që janë të durueshëm. E nëse ne duam që të kemi një shoqëri të shëndosh, duhet të mësojmë të falim dhe të jetojmë me harmoni. Në fund, të qenit i dobishëm nuk kërkon ndonjë mund të madh. Edhe veprat më të vogla, në qoftë se bëhen me qëllim të pastër për hir të Allahu xhaleshanuhu, kanë ndikim të madh. Secili prej nesh ka një rol në këtë botë. E nëse mundohemi të jemi të drejtë, të ndihmojmë të tjerët e të mësojmë dhe të shpërndajmë dituri, ne jo vetëm e përmirësojmë shoqërinë tonë, por edhe afrohemi më shumë me Allahun. Lusë Allahun të na bëj prej atyre që janë të dobishëm në këtë botë dhe që gjejnë shpërblim në botën tjetër. Amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bismillah.